Partia Aleanca Maqedonase për Integrim Evropian ka zhvilluar në datën 6 prill kongresin e saj të dytë. Kongresi ka zgjedhur kryetarin dhe organet drejtuese të tij, si dhe ka përcaktuar detyrat për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 23 qershorit. Kryetari i Partisë Aleanca Maqedonase për Integrim Evropian është zgjedhur zoti Edmond Temelko, kryetari i komunës Pustes. Kongresi caktoi komitetin drejtues të partisë për të vendosur më 3 qershor marrëveshjen për koalicion dhe kandidatët për deputet të kësaj force politike që do të garojnë në 23 qershor. Partia Aleanca Maqedonase për Integrim Evropian në datën e 6 prill në sallën e madhe të Muzeut Historik Kombëtar në moton të bashkuar dhe integruar ka mbajtur kongresin e dytë të saj. Në kongres morën pjesë 138 delegatë nga Prespa, Kosha, Bilishti, Pogradeci, Elbasani, Tursi, Fuksi, Gora dhe Goloverda. Në këtë kongres, delegatët zgjodhen në organet e punës kongresit të dytë të partisë. Kryesia e përbërë nga Vasil Steriovski, kryetar, dhe anëtare Elena Zorkalla, Spase Mazenkovski, Adnan Kevani dhe Adrona Fetau. Delegatët unanimisht rizgjodhen për periudhën 2013-2017 kryetar të Partisë Aleanca Maqedonase për Integrim Evropian, Edmond Temelko, i cili njëkohësisht është edhe kryetari i komunës Pustes. Delegatët zgjodhen komiteti qendror të partisë i përperë prej 45 anëtarë, të cilët në mbledhjen e parë për nënkryetar të partisë zgjodhen zotin Adnan Kevani nga Gora, Besnik Hasani nga Koloverta dhe Tajo Krozani nga Prespa. Sekretari i përgjithshëm i partisë u zgjodh Vasil Steriovski. Komiteti qendror shpalli edhe komitetin drejtues të partisë i përberë prej 13 anëtarësh. Në këtë kongres mori pjesë ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Shqipëri, kryetari i Kongresit Botëror Maqedonas, kryetari i Partisë Aleanca Maqedonase në Republikën e Maqedonisë, përfaqësues të minoritetit maqedonis nga Greqia, Bullgaria, Kosova, si dhe përfaqësues të minoriteteve greke, vllaj, serbo-malazeze, rome dhe egjiptiane në Shqipëri. Ambasadori i Maqedonisë në Shqipëri, Vele Tërpski, i kërcoi përshëndetjet e ministrit maqedonas të punëve të jashtme Nikola Popovski për punë të suksesshme të Kongresit të dytë të Partisë Maqedonase dhe theksoi se ambasada e Maqedonisë në Tiranë mbetet e afër për të ndihmuar maqedonasit në avancimin e pozitës së tyre dhe të drejtat në Shqipëri. Përfaqësuesit e minoriteteve në Shqipëri në përshëndetjet e tyre kanë shprehur gatishmërinë për bashkëpunim, koordinim dhe shkëmbim të përvojave midis minoriteteve në Shqipëri në mënyrë që të përmirësojë pozitën e tyre dhe të drejtat në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa Edmond Temelko falenderoi delegatët për mbështetjen e dhënë dhe i bëri thirrje që të angazhohen maksimalisht për të arritur një rezultat sa më të mirë në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Kongresi autorizoi komitetin drejtues për të marrë vendimin për marrëveshje koalicioni për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Shqipërisë në datën 3 qershor 2013, si dhe të përcaktojë kandidatët për deputet nga Partia Aleanca Maqedonase për Integrim Evropian për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Shqipërisë në 23 qershor 2013.